edhe kanë 30 ose 40 fëmijë që kalojnë këtë rrugë. Përshë sa është ujë që aty. Fëmijët që shkojnë në shkollë do të me qizme. Rruga e paasfaltuar në lagjën e Bregajve në fshatin Plemetin të komunës së Obiliqit po sjell vështirësi për banorët që jetojnë në atë zonë. Sipas tyre, kjo gjendje e rrugës po u pengon edhe nxënësve që alternativë të vetme për të shkuar në shkollë e kanë këtë rrugë. Shumë vështirë është, pasi që mundet edhe ju me po. Kemi qëtu një lagje re, është e Cirit Bregaj, edhe kanë dikun 30 ose 40 fëmijë që kalojnë këtë rrugë, edhe që po shkon në shkollë. Shkolla e kemi qëtu mrapa me njëherë, por me shku deri në shkollë duhet me kalu qëtë rrugën kënena edhe ata e kanë shumë vështirë me kalu. Edhe kërkesë edhe kemi folë me drejtori direkt në këtë mbledhje që kemi pas në komitet vitin e kaluar. E kemi pas edhe kërkesën që kemi dërgu përgjigjen ka ardhur që drejtoria e shërbimit publik duhet me këshirë prioriteta e disa rrugëve, tani me vendos edhe kënena tena. Ko po të qef me regullu këtë rrugë që sa vjetë pa regulluar është, e besoj që komuna e Obiliqit do të kryjnë këtë rrugë me nashtur diçka. Vetë përshë sa është ujë që aty, për shembull, aty 3-4 vene që është. Vetë besoj që e kryjnë këtë punë. Shqetësuese është ballë. Mas pare, fëmijët që shkojnë në shkollë do të me qizme. Se nuk ka shansë për shembull me patika e se punë me shku qaq. Kjo rrugë është kur ka rreshje, këtë me qizme do të me shku edhe jeni të pa vetë çfarë gjendje është me laç me shku në shkollë sot në këtë kohë është diçka e pa asishme. Sebepi fëmijëve që shkojnë në shkollë, kemi asi bili bashkë me këtë këshin këtu, kemi shku, kemi marrë asi zhavori, e kemi rafshu, edhe në komunë jemi kone, kemi asi, po s'kanë marrë kurfar përgjigje. Ndërsa për këtë, kryetari i komunës së Obiliqit, Halil Thaçi, tha se e kanë trashëguar nga qeverisja e kaluar një buxhet të parapar për shtrimin e të gjitha rrugëve të Obiliqit. Thaçi thot se shtrimi i kësaj rruge pritet të bëhet brenda vitit 2026. Ne kemi tashmë një buxhet të aprovuar nga qeverisja e kaluar në vitin e kaluar dhe sigurisht që do ta bëjmë rishikimin e buxhetit dhe padyshim që do të investojmë në atë pjesë brenda këtij viti. Në fshatin Plemetin zakonisht ka ankesa, sepse ju e keni pa edhe vetë që janë disa rrugë të disa lagjeve. Drejtoria e infrastrukturës është dalë në terren dhe i ka marrë të gjitha rrugë, ka bërë matjen e të gjitha rrugëve atje dhe janë duke i kalkuluar sa është kostoja e asfaltimit të atyre rrugëve. Ne kemi në procedura, nuk e di nëse ka përfunduar apo jo, por kemi në procedura blerjen e zhavorit që konsiderojmë për ato pika ku është shumë urgjente që të paktën fillimisht ta shtrojmë me zhavar.